Hadithi është e Muslimi, edhe te Buhariu me numër 2572. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, shkoni si na gatuan ne dhe Islami, dashur vëllezër. Për çdo gjë kemi shpërblim ke Allahu xhaleshanu. Kur çfarë thot? Për çdo lodhje, edhe kur lodhemi ne, lodhesh në punë, lodhesh në mësim, lodhesh në xhami, lodhesh në teravi, lodhesh kudo që të lodhesh, por e lodhmja të jetë punë e hajrit. Thot për çdo lodhje që lodhet muslimani, për çdo smundje që smuhet muslimani, edhe muslimaneja. Shkoni, smundjet mos i mirni me përbuzje, mos i marri me, si të them, me një paragjykim negativ. Pse Zoti ma çoi mua këtë smundje? Prit pak se. Edhe te smundja ka një shërim shpirtëror i cili paguhet me xhenet. Për çdo smundje, për çdo shqetësim, kur shqetësohesh, kur mërzitesh, për çdo pikëllim, ti kur nuk je në humor të mirë, je i pikëlluar apo je e pikëlluar, nuk je mirë, nuk ndjehesh mirë, të ka rënë humori, nuk mund të qeshish, gjërat përreth të duken jo interesante, krejt qeshin të rini mërzitur apo e mërzitur. Për krejt këto thot pejgamberi Islam, edhe për çdo dëm që juve ju ndodh në një dëm, pa marrë parasysh dëm, a djeg dyqani, a djeg fusha, a djeg mali, a djeg mali, çfarëdo që të jetë djeg, çfarëdo që të jetë dëmtuar nga mali yt, madje qoftë edhe një gjem, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë edhe një ferë, e dini ferët? Gjemba që ne ju themi, që ngulet në duar tona ose në këmbët tona, edhe një ferë nëse të ngulet në dorë, shkoni, edhe një gjem, thot, që e godet muslimanin, Zoti ja shlin ati disa nga mëkatet. Shkoni. Për smundje, për mërzi, për lodhje, për pikëllim, për zhgënjim, për gjitha, për pesimizëm her pas here, edhe për një gjem, për një ferë që ngulet në dorën tonë.